Zvicra po përgatitet të marrë mira punëtor të huaj pas mungesës së vazhdueshme të stafit të kualifikuar që prej vitit 2020, spitalet, hotelet dhe zyrat e inxhinierisë janë në krye të listës së sektorëve që kërkojnë urgjentisht profesionistë me përvojë, por edhe të sapo diplomuar. Autoritetet zvicerane paralajmërojnë se ndeku i fuqisë punëtore mund të zgjerohet edhe më shumë në muajt e ardhshëm, duke rritur presionin për rekrutime nga jashtë. Qeveria zvicerane planifikon të punësojë rreth 85.000 persona nga vende të tjera, duke ofruar paga që nisin nga 3.500 euro në muaj dhe mund të arrijnë deri në 6.500 euro varësisht nga profesioni. Kërkesat më të mëdha regjistrohen në fushën shëndetësore, në turizëm dhe hoteleri, si dhe në profesionet teknike, informatike dhe inxhinierike. Ndër profesionet më të kërkuara renditen mjekët, inxhinierët, specialistët e IT-s, personeli i restoranteve, punëtorët e kualifikuar, mësuesit, personeli i kontrollit, informaticianët, përfaqësuesit e shitjeve dhe punonjësit për shtëpi. Në disa sektorë kërkesa është e menjëhershme, veçanërisht në shëndetësi, ku 1 nga 4 mjekë është mbi 60 vjeç, duke krijuar nevojën për zvendësimin e tyre urgjent. Një prej rrugëve më të shpejta për punësim është aplikimi përmes agjencive zvicerane të burimeve njerëzore. Përparësi të madhe këtu do të kenë kandidatët që zotërojnë gjuhën gjermane apo atë italiane.